Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek Heidi Baci, një nga protagonistet që në fakt ka qenë shumë e përfolur kohën e fundit. Heidi Baci, që në momentin e saj të parë në dalje në ekranin televiziv shqiptar, konkretisht në Top Channel, mori mbështetjen e dashurisë së publikut. Çfarë u vlerësua tek Heidi? Tek Heidi në thelb u vlerësua sinqeriteti i saj, u vlerësua vërtetësia e saj, u vlerësua njeriu në të cilin Heidi është, dhe me thënë shpirti i saj i pastër dhe shumë i vërtet. Me njëherë pas përfundimit të Big Brotherit, Heidi nuk është se kishte edhe ndonjë moment shumë të bukur në historinë e saj të dashurisë me Romeon, por patën muaj të cilët, siç duket, mbetën ëmbël në kujtimet e tyre të dashurisë. E përzgjedhur në fakt në disa pozicione në televizionin Top Channel, Heidi Baci siç duket ka fituar besim të madh tek motrat hoxha dhe ka fituar një respekt dhe tani do ta kemi në një rrugtim krejtësisht të ri. Ju e dini shumë bukur që Top Channel ditën e djeshme ka publikuar një fotografi me Sozi, duke pyetur se kush do t'jetë moderatorja e cila do t'udhëheq përputhen. Tani, nga informacioni që kam unë, do me thënë, autori përputhen këtë vit është Ronaldo Sharka. Pas suksesit e jashtëzakonshëm që Ronaldo pati vitin e kaluar në Fan Club në Big Brother, së bashku me Kiarën me patjetër, sepse mos t'ishte kombinimi Ronaldo-Kiara, nuk do t'kishte Ronaldoja gjithë këtë sukses, por do me thënë me kombinimin që u bë, Ronaldoja tregoi që realizimi i tij si në një farë mënyrë producent i një spektaklit erdhi në mënyrë fantastike dhe siç duket pas dështimit që ndodhi mes Neda Ballukut dhe Megi Pojanit në përputhen që do me thënë nuk arritën dot që të marrin vëmendjen dhe shikueshmërinë, produksioni përputhen në krye me drejtuesit e Top Channelit ka vendosur që këtë rrugtim t'ia dedikoj Heidi Bacit. Mendoj që është një përzgjedhje shumë e bukur. Heidi besoj që do të gjejë jashtëzakonisht shumë vete në përputhen. Është një emision ku Heidi ndoshta do nxjerrën edhe copëza nga vetja e saj, sepse në një histori dashurie të përfshirë në një temë, të përfshirë në një ngjarje, me patjetër do me thënë njerëzit nxjerrin edhe copëzat e tyre të shpirtit, të jetës, të zemrës, dhe mendoj që Heidi Baci do të ketë edhe deklarata bombastike, të cilat do të marrin valë të madhe tek publiku. Nga informacionet që kam unë, do me thënë moderatorja e cila fshihet në Sozin e përputhen është Heidi Baci.